Paraja është e vetmja gjë që ndjekim. E vetmja gjë që kemi shumë frikë ta humbosim. Dhe e vetmja gjë që asnjëherë nuk kemi mjaftueshëm. Ne si njerëz jemi të mbyllur në një cikël vicioz. Rriten borxhet, rriten qirat dhe ti fitosh ato lek me djerë se mund të bëhet gjithmonë e më vështirë. Dhe normalisht ti pyet veten si mundem ta mbaj veten dhe familjen time në këto kohë kaq të vështira, por edhe të bukura, në qoftë se ti din se si të navigosh dhe si të ecësh para pa komprometu integritetin tënd. Nuk ka problemi se sa shumë fiton, por se si ti e integron pasurinë tënde me veten dhe me Zotin. Leku nuk është thjesht një letër, por është një test. Dhe në qoftë se ti e loll duke dështu shpesh këtë test, atëherë të duhet një guid, një instruktor që e din rrugën dhe ka kaluar rrugë para teje. Të gjitha përgjigjet që ti do, trajnimi që ty të nevojitet, dora shtrirë që ti ke nevojë, a do ta shtrëngosh në kohë apo do e lësh dhe kësaj rradhe të kalojë? Diçka e madhe po vjen. I vëmendshëm.